Për të dalë në televizor, si një njeri që punon dhe e ka marrë seriozisht detyrën e re, drejtori i përgjithshëm i burgjeve, Adriatik Kupi, urdhëroi kontrolle në të gjithë burgjet e vendit. Para se policët të mësynin për kontroll, vendoseshin kamerat në pritje të planeve për aksionin e madh. Priteshin zbulime, si telefon celular, drog, armë të ftohta dhe pajisje të polejuara, por përfundimi ishte më shumë se skandaloz. 3 televizore dhe ca kablo antenash të bllokuara. Ky përfundim ngre pikpyetje mbi mënyrën se si po shfaqet kreu i ri i burgjeve. E ka nisur me lëvizje në rang drejtorësh dhe në policinë e burgjeve, si edhe në administrat, duke tërhequr pas vetes individ të akuzuar për shitblerje votash që kanë pasur ndikim në kohën e Lalierit. Për te i shfaqes për kontrolle Bilic, së fundmi drejtori Adriatik Kupi miratoi kërkesën e Durim Bamit për t'i plotësuar kërkesën e refuzuar më parë nga paraardhësi i Kupit. Tashmë Bami është transferuar nga burgu 313 në Tiranë tek burgu i Fushkrujës. Kërkesa e Bamit se i rrezikohej jeta në qelitë të 313-s dhe se ndihej më i sigurt në Fushkruj, u refuzua nga ish drejtori Klevis Qose me argumentin se nuk kishte bazë ky pretendim. Krejt ndryshe i gjykoi Adriatik Kupi, i cili ndër transferimet e para që mbajnë firmën e tij është ajo për Durim Bamin. Burime të brendshme në drejtorinë e burjeve shprehen se përveç lëvizjeve të pajustifikuara dhe emërimeve pa kritere profesionale, vet Kupi shfaq mungesë komunikimi. Deri tani, kapja e 3 televizorëve të paligjshëm dhe shfaqja pas saj janë shenjat e para një reforme.